Çfarë duhet thënë gjatë thirrjes së kafshëve kurbanit? Na ka mësuar i dashuri ynë Muhammed alayhi salatu wassalam ta drejtojmë kafshën ka kibla, ta marrim me të butë, ta fshehim armën gjatë kohës që thirret kurbani dhe të themi Bismillah wallahu akbar, Allahumma minka wa laka, Allahumma taqabbal minni. Pra thuhet Bismillah, Allahu Akbar dhe drejtohet në drejtim të kiblës. Thuhet kjo lutje pra me emrin e Allahut, Allahu është më i madhi. O Zot, kjo është nga ti dhe për ty. O Zoti im, pranoje këtë nga unë. Dhe sigurisht që duhet zgjedhur kurbani më i mirë, qoftë dash, dele që plotson moshën, ose të jetë diçka nga gjedhët e kopes, ndonjë lopë, ndonjë prej baktive, pra që ju ushqeheni nga to, dhe Allahu i ka lënë ato në shërbimin tonë. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuaj namazim, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime i takojnë vetëm Krijuesit fuqiplot Allahut te bareke wa taala. Andaj, pastaj duhet kemi kujdes edhe mos të thirrim kafshën në sy të kafshëve të tjera, po ashtu të kemi kujdes gjatë thirrjes së kafshës, mjeti të jetë pra i duhur dhe ai mish të shpërndahet për të varfrit, jetimet, skamnurët, të smurët, nevojtarët e kështu me radhë.